Sot jam me zemrën plot që e nisim fushatën nga Vlora e Flamurit. Shqipëria! Na shkoft marë! Nuk mund të ketë më tolerim për ata të cilët fusin duart në xhepat e shqiptarëve. Se na kanë lënë të varfër, sepse kur je I varfër të blen lejë. 300.000 njerëz që thonë, po, Shqipëria botet. Mos prisni që kjo epidemi, viktimën e radhës ta ketë në familjet tona. Duhet të shpartalloni sistemin e katër njerëzve. Është koha ta bëjmë Shqipërinë tani, të votojmë masivisht, nismën Shqipëria bëhet, numrin 6. Faleminderit. Në Shqipëri ka një frymë të re, sepse Shqipëria do një energji të re. Besoj që nisma Shqipëria bëhet është ajo që u duhet shqiptarëve. Nuk mund të lejojmë të jemi thjesht statistikë e migrimi. Bashkohuni me ne dhe bëheni Shqipëri. 140 kandidatët tanë e kanë të gjithë pjekurinë e nevojshme për të folur dhe për të kërkuar votën e gjithë secilit nga qytetarët. Këto janë pasojat e një qeverie që ka dështuar. Është që shqiptarët e kanë vendosur ndryshimin e klasës politike. Ku shkojnë këto lekët që ndahen për subvencione? Se fermerët si marrin, plegtorët si marrin, kush I merr? I marrin shokët e partisë. Tani këtë duam ta zhbëjmë. Letët e votimit janë pa numër serial.